Para një muaj filluan punimet për realizimin e projektit të kanalizimit në fshatin Zhubrin të Kërçovës. Me realizimin e këtij projekti, banorët e kësaj ane do të japin fund problemit të kamoqëm të kanalizimit, i cili prej kohësh i ka preokupuar ata. Investitori i këtij projekti është Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me Mjetet e Siguruara nga Kredia Bankës Evropiane për investim dhe një pjesë e vogël nga Komuna e Kërçovës. Menaxhues final është Komuna e Kërçovës, ndërsa realizuesi i punëve është ndërmarrja Via Vevçani-Vevçan, kurse mbikëqyrës i punëve është Evro Konstalling Shkup. Punimet për realizimin e projektit kanë filluar më 26 prill 2013, kurse afati i përfundimit të punëve është 6 muaj nga dita e fillimit, pra më 26 tetor 2013. Kostoja e ndërtimit është rreth 22.500.000 denar pa përfshirjen e TVSH-s. Projekti përbëhet prej dy pjesëve. Pjesa e parë përfshin ujësjellësin, ndërtimin e gypsjellësit nga shakta kyçse deri tek rezervuari, ndërtimin e rrugës deri tek rezervuari, ndërtimi i rezervuarit me vëllim prej 100 metër kub dhe rrjeti i ujësjellësit, ndërsa pjesa e dytë përfshin kanalizimin, rrjetin e kanalizimit dhe bazenin për paratrajtimin e ujrave të zeza. Banorët e shprehen mjaft të kënaqur nga projekti sepse përfundimisht në këtë fshat do t'i jepet fund problemit shumë vjeçar që i ka preokupuar ata.